Me të vërtet falenderimet I takojnë Allahut, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut lartësuar na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi I punëve tona të këqija. Atë njeri të cilin Allahu I madhëruar udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri të cilin Allahu I madhëruar e lën në devijim nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç se Allahu I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, e falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka bërë musliman, dhe e falenderojmë Allahun e lartësuar për mirësitë e shumta dhe të panumërta që na ka dhënë. Dhe ndër mirësitë më të mëdha që Allahu I lartësuar na ka dhënë është Islami, pastaj është siguria në vendin tonë dhe është furnizimi me çfarë kemi nevojë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot kush gdhihet I sigurt në vendin e tij, që ka thot ushqimin e ditës së tij apo muajit të tij, dhe është I shëndetshëm në trupin e tij, është sikur I është dhënë gjithë dynjaja. Dhe sot në këtë ditë të shënuar për vendin tonë, është e përshtatshme që të flasim sot për dashurinë që ka njeriu për vatanin e tij. Dashuria e njeriu për vendlindjen e tij, për vendin e tij, dhe si ta kuptojmë në këndvështrimin islam dhe se çfarë vendi zë kjo gjë në fe. Natyrisht që tek natyra e njeriu është ngolitur dashuria për vendlindjen, për vatanin. Dhe është lidhje e fortë me këtë dhe një ndjenjë e fortë që gjithmonë njeriu e tërheq dashuria për vendin ku ai ka lindur dhe ku është rritur. Dhe natyrisht kjo është që Allahu I lartësuar e ka vendosur në natyrën e tij, që jeton në brendësinë e shpirtit njeriut, është rrënjosur në thellësi të zemrës tij. Dhe natyrisht vendlindja e njeriu dhe vatani I tij është toka ku ka lindur, ku është rritur, ku ka hedhur hapat e para, ku ka shijuar mirësitë e para dhe vendin në cilin është edukuar me edukat, qoftë ajo familjare apo shoqërore. Dhe nëse gjithë gjallësat kanë një dashuri në natyrën e tyre, për vendbanimin e tyre, për vendlindjen e tyre, për vendin e tyre, ashtu si shikojmë gjallësat përgjithësi, edhe zogj që shtektojnë në distanca shumë të largëta, vetëm për të kthyer tek foleja e tyre, tek vendi I tyre, atëherë çfarë mund të themi për njeriu të nderuar besimtar. Pra, ky dashurim natyror për vendlindjen është një nga arsyet e forta për ndërtimin e adheut dhe për të bërë të përshtatshëm vendin ku jetojmë. E natyrisht për ta ruajtur vendin ku jetojmë nga shkatërrimi apo nga çfarë çon atë në degenerim. Është transmetuar nga Umeri radhiyallahu anhu se ka thënë: po të mos ishte dashuria për adheun, do të shkatërroheshin vendet e këqija. Dhe gjithashtu është thënë, si fjalë është transmetuar, me dashurinë për vendlindjen ndërtohet shteti, ndërtohet vendi. Ibn Zubejri, Allahu qoftë I kënaqur me të, ka thënë: njerëzit nuk janë të kënaqur për ndonjë gjë që u është ndarë, që u është dhënë, më shumë se sa për vendlindjen e tyre, se sa për vendin e tyre. Pra njerëzit në përgjithësi ankohen për rrezikun, ankohen për shëndetin, ankohen për politikat, por kur vjen puna tek vendlindja e tyre, në përgjithësi njerëzit janë të kënaqur dhe janë të lidhur fort me vendlindjen që Allahu I lartësuar u ka bërë atyre, u ka caktuar atyre që të gjenden dhe të ekzistojnë në të. Të nderuar besimtar, në Kur'anin Fisnik tregohet qartë pozita e lartë që ka dashuria për adheun, për vendin ku jeton, ku ke lindur dhe ku je rritur. Dhe kjo është rrënjosur në natyrën njerëzore, dhe këtë tregon Kurani në disa prej ajeteve. Thot Allahu I lartësuar: wa law anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dhe nëse ne do t'i kishim urdhëruar ata, do t'u kishim dhënë urdhër atyre, vritini vetët tuaja, apo dilni prej shtëpive tuaja, këtë nuk do ta bënin veç se pak prej tyre, një pakic prej tyre. Kanë thënë këtu se Allahu I lartësuar, pra thon dietarët, Allahu I lartësuar në këtë ajet
e ka vënë largimin nga vendlindja në të njëjtin rresht me vrasjen. Pra siç njeriu do që të jetoj, ashtu dhe njeriu do të jetoj në vendin ku ka lindur. Siç njeriu nuk pranon të vdes, ashtu dhe nuk pranon të largohet nga vendlindja e tij. Pra Allah i lartësuar ka bërë të barazvlefshme qëndrimin në vendlindje, dashurinë për të, siç është dashuria për jetën. Dhe gjithashtu Allah i lartësuar e ka bërë çështjen e ka krahasuar në tjetër, siç këtu krahasohet vdekja me vendlindjen, në vend tjetër apo jetën me vendlindjen, në vend tjetër Allah i lartësuar ka krahasuar dhe ka sjell fen bashkë me vendlindjen. Kur thot Allah i lartësuar la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Ka thënë nuk ju ndalon Zoti juve që ju kundrejt atyre të cilëve nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë, apo nuk ju kanë nxjerrë nga shtëpitë tuaja, që ju thot të bëni mirë atyre, të silleni mirë me ta dhe të jeni të drejtë me ta. Pra këtu Allah i lartësuar ka përmendur që të luftojnë për fen tënde apo të nxjerrë nga shtëpia jote, dy arsye madhore që e bëjnë njeriu që të marr hakun e vet dhe të mos jetë i drejtë me të tjerët. Pra të mos sillet mirë me të tjerët nëse i prekin fen e tij apo adheun e tij. Prandaj këto të dyja i ka krahasuar Allah i lartësuar bashkë. Dhe gjithashtu Allah i lartësuar thot në Kur'an në ajet tjetër, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. E ka bërë Allah i lartësuar hakmarrjen, luftën për hakmarrje, e ka bërë të lejuar kur bëhet fjalë për dëbimin nga dheu. Thot Allah i lartësuar, ata thanë pse të mos luftojmë në rrugën e Allahut kur ne jemi dëbuar prej shtëpive tona dhe prej familjeve tona. Pra Allah i lartësuar e ka bërë arsye luftën për të hakmarrë nëse të kanë dëbuar nga dheu. Prandaj siç e shikojmë nderuar besimtar, shtohet më shumë dashuria për vendin kur vendi është edhe musliman. Pra e shikojmë që Allah i lartësuar ka vendosur në natyrën njerëzore dashuri për vendin, dhe kur vendi është musliman dhe ka në të islam, dhe ka në të xhami, dhe thritet në të ezani, dhe praktikohet në të feja hapshëm, natyrshëm, atëherë dashuria për vendin shtohet më shumë. Pse? Sepse bashkohet dashuria natyrore që Allahu ka vendosur në natyrën njerëzore, bashkohet me dashurinë fetare që buron nga mirësitë që ka Islami apo vendi i cili e zbaton Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pas shumë të dashur Mekën. Dhe kur e nxorën paria e Mekës, nga Meka e imponuan, e detyruan që të dilte të lindë vendbanimin e tij, doli dhe me dhimbje të madhe, çfarë tha? Thot, vallahi thot, ti je më i miri vend dhe më i dashur i vend tek Allahu. Dhe sikur njerëzit e tut mos më kishin përzën, mos më kishin nxjerr, nuk do të banoja në vend tjetër veç teje. Dhe është detyruar profeti sallallahu alaihi wasallam kur mori urdhër se do të jetonte në Medinë deri në fund e jetës, të bëj dua dhe ka thënë siç ka ardhur në saktin e Buharit, thotë Allah na i bëj të dashur Medinën më shumë se sa Mekën, që njeriu të lidhej aq fort me të dhe të harronte vendlindjen e tij. Dhe në transmetime të shumta tregohet se kur vinin njerëz nga Meka, i pyeste çfarë po bëhet në Mekë. Çfarë lajmesh kemi nga atje? Sidomos në fillimet, në vitet e para. Dhe dikush i vjen nga Meka, i thot janë ulëzuar luginat, është mbushur filan vend me pemë, ka ndodhur ky zhvillim, i tregonin për Mekën. Thoshte, mjafton, mos na lëndo më shumë. Mos na lëndo më shumë. Pra e donte vendin e vet. E Allah i lartësuar muhaxhirët të cilët e lanë Mekën, e lanë vendbanimin e tyre për shkak të fesë, sepse natyrisht që shenjtëria fetare qëndron mbi shenjtërinë e vendlindjes. E kur pengohet njeriu nga zbatimi i fesë, atëherë toka e Allahut është e gjerë. Me gjithë dashurinë natyrore që ka për vendlindjen e tij, feja është parsore, besimi është parsor. Kur ata emigruan muhaxhirët nga Meka për Medinë, Allah i lartësuar tregoi se ata qëndrojnë në krye të besimtarëve për shkak të lënies së vatanit tyre. Për shkak të lënies të gjës më të shtrenjtë të njeriu mas fesë, që është vatani i tij. Edhe ngriti Allah i lartësuar muhaxhirët siç tregon këtë në librin Allahu i lartësuar. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam është transmetuar në hadithe të shumta që kur dilte nga Medina u thonte dhe kthehej
sa po shikonte muret e Medines, ai e shtonte shpejtësinë e devës tij. Dhe nëse ishte mbi kafshë tjetër, e nxitonte atë nga dashuria që kishte për Medinën. Hadithi i gjuhë Buhari dhe Muslimi, nga dashuria që kishte për Medinën. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të ndryshme ka treguar që njeriu edhe nëse detyrohet që të udhtojë nga vatani i tij, nga vendlindja e tij, nga vendbanimi i tij, kur mbaron punë të kthehet sa më shpejt atë. Siç është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam, udhtimi është një pjesë e mundimit. Ai ja pengon njeriu gjumin, ushqimin dhe pijen. Prandaj kur dikush e ka përfunduar punën e tij, le të nxitojë të kthehet tek familja e vet. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që njeriu të kthehet në vendlindjen e tij, në vatanin e tij dhe kur është për adhurim të madh, siç është haxhi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur dikush nga ju të ketë përfunduar haxhin, le të nxitohet të kthehet tek familja e tij, sepse kjo e shton më shumë shpërblimin e tij. Kanë thënë dietarët, me fjalën familje nuk kuptohet atë dheu i tij, vatani i tij, edhe nëse ai nuk ka familjar aty. Edhe nëse ai nuk ka familjar, të kthehet tek vendlindja e tij. Të nderuar besimtar, muslimani më i mirë është ai që është më i sinqert ndaj në dashurinë e tij ndaj dheut të tij, ndaj vendlindjes së tij. Sepse besimtari i mirë dëshiron për popullin e tij që të jenë të lumtur. Dëshiron që populli i tij të jetë i lumtur dhe të konkretizojë lumturinë në këtë jetë dhe gjithashtu në botën tjetër. Dëshiron besimtari të shikojë në mesin e popullit të tij drejtësi, të shikojë devotshmëri, të shikojë mirësi dhe të shikojë vepra me të cilat populli arrin kënaqësinë e Zotit dhe ruhet nga dënimi i tij. Sepse sa më shumë populli degradon, aq më afër është dënimi i Zotit. Allahu i lartësuar tregon për besimtarin nga familja e Faraonit. Një diskutim shumë i bukur dhe mesazhe shumë të bukura që vijnë prej tij në surën Ghafir. Ai drejtohet Faraonit dhe popullit të tij, nga dëshira e mirë që kishte për ta, nga keqardhja që kishte për popullin e tij. Thotë ja qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard, faman yansuruna min ba'si Allahi in ja'ana. O popullim, sundimi sot është në duart tuaja, por kush do të na shpëtojë nga ndëshkimi i Allahut nëse ai na vjen? Pra besimtari do që populli të ndryshojë për mirë. Pra e tha këtë kanë thënë komentatorët e Kuranit duke i këshilluar, duke i paralajmëruar dhe duke u dashur të mirën atyre. Prandaj dashuria e sinqertë për atë dheu nuk është thjesht slogan, apo fjalë, apo pretendime. Është punë, është përmirësim, është drejtësi, është përkushtim. Në fillim ndaj Zotit, pastaj ndaj vendit ku jeton. Nuk ka kënaqësi, begati, stabilitet në një vend veçse nëse njerëzit në të ecin sipas parimeve hyjnore. Çdo gjë që është kundër parimeve hyjnore nuk është reformë, por është prishje. Nuk ka lidhje me dashurinë e vërtet për atë dheu. Secili njeri pastaj do të punojë sipas interesit. Prandaj ne si besimtar përmendim disa mënyra, disa pika të përmirësimit të gjendjes së popullit, për cilat besimtari kontribon sa ka mundsi. E para është të përmirësosh sa të mundesh në mesin e popullit besimin e tyre. Të flasësh për besimin e drejtë, për monoteizmin, për tauhidin, për akiden e pastër, që njerëzit largojnë nga idhujtaria, sepse idhujtaria është gjunau më i madh që Zoti nuk e fal. Dhe nuk jep Allahu begati në një vend ku ka idhujtari, ku lutem e adhurojnë të vdekurit, ku adhurojnë malet, kishat, xhamit, qofshin edhe njerëz të cilët kanë qenë të mirë, nuk meritojnë adhurim. Qoftë edhe flamuri, nuk meriton adhurim. Adhurimi është vetëm për Allahun e lartësuar. Prandaj në popullin tonë të flasim të largohen sa më shumë nga idhujtaria, sepse nëse populli ynë konkretizon adhurimin e Zotit një, Zoti ka për të dhënë siguri dhe mirësi dhe begati. Siç Allahu i lartësuar thot në Kur'an në surën Nur ajeti 55, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard. Vazhdon ajeti,
Allahu u ka premtuar atyre të cilët besuan dhe punojnë vepra të mira se do të jap pushtet në tokë. Do t'u garantoj sigurinë në tokë. Kushti, më mbrapa që vjen ajet, është më adhurojnë mua të vetëm. Të adhurojnë vetëm mua, thotë Allahu i lartësuar. Ky është kushti parësor. E dyta, duke bërë që parimet hyjnore të sundojnë në tokë. Nëse njerëzit përhapin në mesin e tyre parimet hyjnore, qoftë për të larguar nga veset, qoftë për bërë punë të mira, dhe në parimet hyjnore, në ligjin e Zotit, nuk ka veç se mirësi, begati për popullin. Ligji i Zotit është drejtësia absolute. Atëherë bereqeti do të vijë nga qielli dhe toka. Thotë Allahu i lartësuar: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Sikur banorët e qyteteve të besuan dhe ta kishin frikë Zotin, do t'u hapin në atyre dyert e bereqetit, begatis nga qielli dhe nga toka. Nga qielli dhe nga toka. Bereqeti vjen kur njerëzit janë në fenë e Zotit dhe ecin me parimet e Zotit. Dhe ne shikojmë se sa të dështuara janë sistemet të cilat qëndrojnë larg rrugës së Zotit. Dhe se sa mungon besimi tek njerëzit që marrin pushtet. Besimi i njerëzve tek njerëzit që marrin pushtet, kur ata qëndrojnë larg besimit të Zotit. Sepse sot Zoti është bërë materializmi, paraja, veset, prandaj qëndrimi tek parimet hyjnore e bën që në mesin e njerëzve në vendin ton apo në gjitha vendet të lëshohet mbi ta bereqeti i Zotit. Gjithashtu duke urdhëruar për mirë dhe duke ndaluar nga e keqja, nderuar besimtar, sepse Allahu i lartësuar e ka përmendur si një nga dispozitat fetare më madhështore në librin e tij. Urdhërimi për mirë dhe ndalimi nga e keqja, pjesë të imanit, pjesë të besimit ton, të fesë ton. Allahu i lartësuar thotë ata të cilëve nëse u japin pushtet në tokë falin namazin, japin zekatën, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Urdhërimi për mirë dhe ndalimi nga e keqja nuk duhet ndaloj prej besimtarëve në familjet e tyre, në lagjet e tyre, në qytetet e tyre, në punët e tyre, në pozitat që kanë. Urdhërim për mirë dhe ndalim nga e keqja. Islami nuk do të jetë vetëm për ty, sepse do ndihesh i huaj dhe nuk do të mund të falesh as namazin, i cili është shtylla kryesore. Do të kesh turp në shtëpinë tënde të falesh. Do të kesh turp në punën tënde të falesh, apo të tregosh se je besimtar. Urdhëro për mirë dhe ndalo nga e keqja, dhe të gjitha këto barriera i heq me lejen e Zotit dhe njerëzit kontribuojnë që të udhëzohen në rrugën e Zotit. Gjithashtu duke u larguar nga mëkatet, nga gjunahet, nga shturja, sepse ato sjellin dëm dhe shkatërri. Nuk ka popull që është shkatëruar, veç se arsye kryesore ka qenë mohimi i Zotit apo idhujtaria, dhe e dyta, degenerimi, shturja që kanë pasur në aspekte të ndryshme. Pra, shturja që kanë pasur në aspekte të ndryshme. Thotë Allahu i lartësuar: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Thot prishja, shkatërrimi, degenerimi është shfaqur në tokën e det për shkak të asaj që kanë punuar duart e njerëzve. Dhe kjo në mënyrë që njerëzit shijojnë një pjesë të asaj që kanë punuar, e ndoshta kjo do t'i bëjë të kthehen. Gjithashtu të vlerësojmë mirësitë e Zotit. Vlerësojmë këto mirësi të mëdha që Allahu i lartësuar na ka dhënë në vendin tonë. Të vlerësojmë ato dhe gjithashtu të falenderojmë për to. Allahu i lartësuar ka sjellë në Kur'an shembullin e një populli që Allahu i lartësuar u dha shumë begati, shumë siguri, por e mohuan mirësinë e Zotit, nuk ka falenderuar Zotin, dhe Allahu i lartësuar i bëri ata të shijojnë urinë dhe frikën. Allahu i lartësuar na ruajt ne dhe vendin tonë nga të gjitha këto. Veç kësaj duhet një unitet për të mirën e vendit. Një unitet, e natyrisht uniteti bëhet vetëm rreth parimeve, të cilat janë të drejta, që janë hyjnore, për t'i dashur të mirën këtij vendi. Përndryshe nëse secili shikon interesin e tij, do të jetë sa më shumë përçarje, edhe nëse mbulohen apo zbukurohen me slogane. Prandaj, të nderuar besimtar, siç tham, dashuria për Dheu nuk është slogan apo fjalë, por është sinqeritet, punë, këshill e drejtë edhe për njerëzit, por edhe për ata që na udhëheqin. Ne lutim Allahun e lartësuar që t'i mbush zemrat tona me sinqeritet. Largoj prej nesh veset, mashtrimin, intrigat, ligësinë. Dhe ta bëjnë ne dhe familjet tona dhe pasardhësit tanë
të jemi të mirë dhe përmirësues të gjendjes së vendit tonë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Nderuar besimtar, ju përsërisim dhe themi se ato që njeriu ka më të shtrenjta në jetën e tij, është feja e tij, pastaj vendlindja pra batani i tij. Nuk ka njeri që të mos ndjejë krenari për vendin e tij, sepse është djepi i familjes, pra vendi ku ka lindur, ku ka hedhur hapat e para, ku ka pasur argëtimet e para, ku ka mësuar gjërat e para, ku është pjekur, është bururuar, ka kujtimet, është vendi i etërve, i gjyshërve, dhe gjithashtu streha e fëmijëve dhe pasardhësve. Edhe gjallësat e tjera si tham, nuk pranojnë zvendësim për vendin e tyre. Dhe janë gati të sakrifikojnë për vendin e tyre çdo gjë të çmuar. Përmendën shpendët, gjithashtu peshqit, se si udhtojnë me mijëra kilometra ndoshta që të kthehen në vendin e tyre, në batanin e tyre, dhe kjo tregon për dashurinë, për vendlindjen që Allahu ka vendosur në natyrën njerëzore. Dhe madje ka prej gjallësave që nëse i largon nga vendi i tyre, vdesin, ngordin, nuk jetojnë. Dhe shikojmë se si shumë njerëz jetojnë në vende të cilat janë të papërshtatshme për të tjerët. Disa jetojnë në temperatura deri në 60 gradë, por aty janë të kënaqur. Disa të tjerë jetojnë në temperatura minus 50 gradë. Aty janë të kënaqur. Aty është vendbanimi i tyre, aty është vendlindja e tyre, është vatani i tyre. Disa të tjerë jetojnë nëpër xhungla. Aty janë të kënaqur. Ajo është vendlindja e tyre. Secili ka të drejtë të ketë vatanin, vendlindjen e tij, dhe askush nuk ka të drejtë që dikujt t'ia rrëmbej vatanin e tij, vendlindjen e tij. Prandaj kjo na bën të kuptojmë edhe se çfarë dhimbje është për muslimanët e Palestinës, të cilët nxirren nga vendi i tyre, forcërisht dhe u merret toka e tyre, vendlindja e tyre, vatani i tyre padrejtësisht. Nderuar besimtar, ndër të drejtat dhe detyrat shoqërore në Islam që Allahu i ka mbjellë natyrën e njeriut, janë të drejtat e dheut dhe tokës ku ai jeton, për i cilës ushqehet me të mirat e saj dhe në qiellin e cilës adhuron Allahun e lartësuar. Dhe e para nga këto të drejta është dashuria e sinqertë për këtë atë apo për këtë vend. Dhe besimtari vërtet është i përkushtuar dhe besnik dhe më besnik se kushdo tjetër për vendlindjen e tij. E do me dashuri të thellë, është gjithmonë i gatshëm të sakrifikojë për të, si me veten e tij, ashtu edhe me gjithçka që ka të çmuar. Siç e tham, dashuria për Adon është natyrore, e lindur, e pastër, një dashuri kaq madhështore sa nuk e rrëson as dyshim me i vogël për vlerën e saj. Një dashuri të cilën e thret natyra, e mbështet Kurani dhe Suneti dhe e gjejmë të pajtuar tek dietarët e umetit që nga të parët e tyre. Por ku janë ata të cilët pretendojnë se e duan atë dheun dhe atë detarin, pra kanë atë detari apo atë dashuri. Ndërkohë që në veprat, në sjelljet, në fjalët e tyre nuk shfaqet i tjetër veç tradhtisë, veç lojës me pasuritë e vendit. Ata që shërbejnë armiqve të vendit, ata të cilët ndezin fitne, konflikte mes bijve të këtij vendi, që përhapin të keqen apo degenerimin dhe e luftojnë të mirën. Ku është besnikëria ndaj këtij dheu ku jetojnë, ku rritën, ku ushqyen me të mirat e këtij vendi dhe u strehuan në tokën e tij dhe në qiellin e këtij vendi. Prandaj nderuar besimtar, ndër drejtat e dheut që çdo individ punoi për ta ruajtur, për ta zhvilluar, për ta përmirësuar në mënyrë që të gjithë banorët e tij ndihen të barabartë në drejta dhe detyra, pa dallime dhe pa privilegje. Dashuria për Adheu nuk shprehet vetëm me fjalë slogane, siç tham, por lidhet me sjelljen e individit në çdo rast të jetës së tij. Ajo shoqëron kudo, në shtëpi, në rrugë, në punë, në çdo pozitë që ai ka. Prandaj dashuria për Adheu shfaqet me respektimin e ligjeve dhe rregullave të tij. Shfaqet me mbështetjen e çdo gjëje që forcon unitetin dhe largon përçarjet nga njerëzit. Shfaqet në ruajtjen e pronës publike, asaj që është e përbashkët, dhe në mosprekjen e saj. Shfaqet në kujdesin dhe pastërtinë për bukurinë e këtij vendi, për bukuritë e këtij vendi, që të mos jemi shkak për shkatërimin e tij. Shfaqet tek sinqeriteti i punëtorit në fabrikën e tij,
i punojësit në administrat, i mësuesit në shkollë dhe i kujdoj individi në rolin që ai ka. Shfaqet e ndershmëria drejtuesve dhe zyrtarëve në detyrat dhe amanetet që janë besuar. Shfaqet në ruajtjen e pasurive si shtanë dhe burimeve natyrore që Allahu i lartësuar i ka dhënë këtij vendi. Shfaqet në vendosjen e drejtësisë, në përhapjen e të mirës, në kryen e interesave të njerëzve, secili sipas përgjegjësisë dhe pozitës së tij. Shfaqet në ruajtjen e sigurisë, stabilitetit dhe mbrojtjen e vendit. Shfaqen në përhapjen e virtyteve, moralit të mirë, frymës tolerancës, dashurisë dhe vllazërisë midis të gjithëve. Ne duhet të realizojmë parimin e vllazërisë, besimit në fillim mes nesh dhe pastaj të përhapim dritën e Islamit tek të tjerët, në mënyrë që të bëhemi sa më shumë përmirësues të asaj që ndodh në vendin tonë apo kudo që kemi mundësi. Ne lutim Allahun e lartësuar na bëjnë të mirë dhe përmirësues. Lutim Allahun e lartësuar që në vendin tonë të jap begati, të vendosë në krye të njerëzve ata të cilët janë më të mirët e tyre, t'i largoj ata nga vleset, nga padrejësia, nga zullumi. Lutim Allahun e lartësuar që muslimanëve në përgjithësi t'u jap begati, stabilitet, paqe. Lutim Allahun e lartësuar na mëshiroj me mëshirën e tij të gjerë. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.